Përshëndetje miqtë, jam shumë e lumtur t'ju shoh që jeni rikthyer edhe një herë në kanalin tim. Unë jam Igena Neli, për ju që jeni për herë të parë këtu. Ndërsa për ju që jeni duke u rikthyer sërish, faleminderit që më ndiqni. Dhe sot dua t'ju ftoj në një rrugë tim në cilin do të mësojmë se cilat janë hapat drejt suksesit, sepse drejt suksesit nuk ka ashensor, nuk ka një rrugë të shpejtë. Do donim shumë t'ishte, por nuk ka. Dhe ndoshta kjo është edhe pak për të mirën tonë. Më lini të shpjegohem. Më bëni një pyetje që thoshte cila është teknika më e fuqishme e manifestimit. Dhe për një moment më lat mendojsha, edhe pse e dija në një farë mënyrë që e kam përgjigje në majtë të gjuhës, krejt papritur mora pak kohë për veten, edhe thash, unë ndoshta duhet mendojmë për këtë, sepse është një pyetje shumë e bukur. Dhe është një pyetje që ndoshta të gjithë duhet ja bëjmë vetes. Cila është mënyra më e mirë, më e shpejtë për të marrë gjërat që duam? E di, nuk ka. Edhe për disa kjo mund të jetë patjetër relative. Për disa mund të funksionojë një mënyrë, për disa mund të funksionojë një mënyrë tjetër. Dhe pikërisht ka disa gjëra të cilat ti mundesh thjesht të thuash me conviction, pra sepse universi në fakt i merr urdhra që t'i jep. Thjesht, do atë kohën e vet derisa të plotësohet dëshira, por i merr urdhrat. Dhe ka disa dëshira për shembull që mund të plotësohen kur ti e jep si urdhër dhe thua, unë do punoj në këtë kompani, unë do kem makinën time në ngjyrë të bardhë, ose unë do kem këtë gjën ose këtë gjën tjetër. Ama për disa gjëra të tjera në cilin ne si qenie njerëzore nuk e vendosim dot gjithë besimin ton. Për shembull, ti nuk e vendos dot besimin tënd për të pritur të dashurin tënd të shkruaj, njësoj siç ti mund vendosësh me urdhër të prerë që makina ime që unë do blej do të jetë e bardhë. Dhe universi do të lëviz ngjarje, situata, rrethana, do të lëviz, do të fry erën, do të lind dielli vetëm për të plotësuar dëshirën tënde. Të gjitha gjërat do të bien në vendin e tyre në mënyrë që ti të kesh makinën tënde të bardhë. Por gjë çfarë? Ne nuk mundemi ta vendosim me kaq lehtësi për partnerin ose për diçka tjetër që ne mund të kërkojmë. Dhe në rastet më të këqija edhe në momentin kur ti kërkon hakmarrje. Nëse universi do të vepronte kaq shpejt sa pret ti të ndodhin gjërat, historia ka treguar që shumë njerëz pendohen për gjërat të cilët i kërkojnë, sidomos veçanërisht në momentin kur i kanë ato. Dhe për shembull ka shumë njerëz që kërkojnë hakmarrjen pafundësisht dhe në momentin që hakmerren nuk e kanë atë kënaqësinë që mendonin se do të kishin në momentin e hakmarrjes. Dhe pikërisht është e njëjta gjë edhe me dëshirat tona. Për shembull, ti mund të kërkosh që për fiksimin tënd, për kapricon tënd, të kesh eksaktësisht atë djalin me sy blu që të pëlqen kaq shumë dhe ti do ta kesh tëndin dhe çdo gjë tjetër. Por gjë çfarë? Ja e zem se universi ta plotësoj kështu dëshirën tënde. Ai djali me sy blu është i marrosur pas teje. Dhe ti krejt papritur e një më mirë dhe ka shumë gjëra që nuk pëlqejnë. Dhe krejt papritur ti fillon sheh atë djalin tjetër me sy jeshile. Sepse ky djali me sy blu është toksik. Ka 2-3 gjëra të tjera që ndoshta ty nuk të pëlqejnë. Ka diçka që ndoshta ti nuk e toleron dot në marrëdhënien tënde. Dhe pikërisht duke qenë kështu, universi të jep pak kohë. Dhe në momentin që ti vendos diçka, për shembull, siç kam bërë unë e kam treguar disa herë historinë time me shtëpinë, se si unë vendosa thjesht unë do kem shtëpinë këtu dhe punën këtu. Unë thash emrin e rrugës ku unë do kem shtëpinë dhe unë jetoj në eksaktësisht rrugën ku unë kisha vendosur që unë do të kisha shtëpinë. Dhe unë jetoj këtu. Dhe çfarë ndodh? Edhe punën e kam në të njëjtin vend, ku unë kisha thënë që unë do të punoja. Unë do të punoj gazetare në këtë televizion dhe unë punoj gazetare në atë televizion. Sepse unë e thash si vendim të formës së prerë dhe as nuk mendova fare më për të. Dhe gjëja çfarë ndodhi? Unë gjeta një punë tjetër. Dhe për më pak se 2 javë, kur unë isha gati për të nënshkruar kontratën, universi tha, hey,
A je sigurt? Sepse ti më kërkove diçka tjetër dhe unë kam lëvizur male për të bërë të mundur atë gjën tjetër atje. A je sigurt që do të bësh atë? Dhe unë isha, okay, do vi të shoh atë punën të cilën unë isha e sigurt që do të merja. Dhe sot jam në punën ku unë isha e sigurt që do të merja dhe mendoj se universi më ka shpërblyer vërtet për këtë, se unë e çova deri në fund atë dëshirën time dhe mendoj se kjo më ka shpërblyer. Por kleçka qëndron me faktin kur ne e shprehim një dëshirë dhe nuk rrim dot pa menduar për të, siç ndejta unë, siç mora një punë tjetër. Kleçka qëndron tek momenti kur ti vendos që të kesh diçka tjetër dhe pastaj diçka tjetër dhe universi do të testoj paraprakisht nëse ti je 100% e bindur që e do vërtet atë djalin me sy blu, apo ai djali me sy jeshile hajt se mirë është. Cila është gjëja që ti do me dëshirë të jashtëzakonshme. Dhe pikërisht është kjo momenti kur ti ke këtë dëshirë të jashtëzakonshme, ti nuk rri dot pa ndërhyrë. Ti nuk rri dot pa dashur të dish më shumë, të dish çfarë bëri universi sot për të plotësuar dëshirën time. Por universi nuk mundet të ulet këmbgryq me ty edhe të thosë se çfarë bëri për të plotësuar dëshirën tënde. Dëshira jote po plotësohet, ki durim. Por ti nuk e ke këtë durim. Cila është mënyra që ti këtë pjesën e durimit ta bësh sa më të këndshme për veten? Ideja është që ti ta mbushësh këtë kohë me sa më shumë afirmime pozitive, me sa më shumë ndjesi të mira, ndjesi pozitive. A mundesh ti, tani është pyetja tjetër, a mundesh ti vërtet që gjatë gjithë kohës kur ti mund t'jesh duke u ndjer shumë mirë, duke qenë mirënjohëse, edhe për shembull fjala vjen, edhe nëse e ke takuar këtë djalin dhe ti pastaj nuk e takon më për ca kohë. A mundesh ti që fjala vjen në 1 vit, në 5 vjet, të jesh çdo ditë mirënjohëse që e ke takuar këtë njeri. Të jesh çdo ditë mirënjohëse për ato gjëra, apo mbas 6 muajsh ose mbas 3-4 muajsh, varet se si e kaloni atë situatën, ose mbas 2 javësh. Disa prej jush thjesht mund thonë, okay, s'ja vlen më të mendoj për ta. Mendoj se duhet eci përpara, të shoh jetën time, të më ngacmojnë djemë të rinj, të më ngacmojnë persona që ndoshta mund të jenë shumë herë më mirë se sa ai, dhe pikërisht në këtë rast mendoj se është vërtet shumë gjë e mirë që universi të jep pak kohë, që ti ta ndash mendjen. Do vërtet këtë gjën, dhe nëse ti e ke atë durimin tënd, sa për 6 muaj, për 1 vit, për 5 vjet, ti je gati të thuash çdo ditë ndjesi shumë të mira dhe ti je thellësisht mirënjohëse. Ti je e sigurt se në qoftë se është vërtet diçka e mirë, është vërtet ajo çfarë ëngjëjt e tu mbrojtës e mendojnë që po të kesh të personin krah, vërtet kaq e lumtur sa je tani do të ndihesh çdo ditë, kaq mirënjohëse do ndihesh çdo ditë. Atëherë unë do të ta jap atë. Dhe do gjej mënyra rrethana, situata, ngjarje, do të lind dielli, do të fryj era, vetëm që të plotësojnë kushtet që ti të jesh eksaktësisht aty ku duhet jesh. Ama në qoftë se universi e pikas këtë energji kaq të pastër nga ty, kaq të mrekullueshme, ti jeni të bindur që do t'ju jap 100 herë më shumë, 100 herë më mirë nga sa ju mund të keni imagjinuar. Sepse kur ti je mirënjohëse për gjërat e vogla që t'janë dhënë, për gjërat e vogla që janë bërë për ty, për gjërat që ndoshta të tjerët nuk i kanë menduar kur si diçka që unë këtë po e bëj për migenën, por ti e ke konsideruar si gjë shumë sublime, atëherë universi do të jap vërtet 100 herë më shumë. Do të jap më të mrekullueshmen që ti meriton. Dhe e di pse? Sepse sheh qëndrueshmëri. Sheh një val të pandaluar energjie pozitive që vjen nga ti. Dhe nuk ka sfida që mund të dalin përpara dhe të mundin me negativitet energjinë tënde pozitive. Asnjë lloj energjie negative nuk ndërhyn në energjinë tënde dhe universi e dashuron këtë. Unë në fakt e mendoj vërtet që njerëzit janë
ashtu siç e shpjegojnë edhe shkencëtarë shumë të mirë, siç është Nikolaj Tesla, dhe thotë që njerëzit funksionojnë si shtyllat elektrike. Si shtyllat, jo e ato elektrike, më saktë si shtyllat e Vodafonit ose të One-it, për të mos bërë reklam, të cilat pra si një shtyllë telekomunikacioni. Pra ti shpërndan val përmes trurit tënd. Vala jote energjisë kap eksaktësisht ata njerëz që janë të destinuar për të qenë afër teje, që janë pra në të njëjtën linjë me ty, sepse secili ka frekuencën e tij. Dhe kur dy frekuenca janë shumë afër me njëra tjetrën, atëherë ato do takohen eventualisht. Edhe nëse mund të jeni mijëra kilometra larg, nëse ti je duke menduar për një person, dhe ai person po mendon për ty, krejt papritur, ju do të keni mendjen tek njëri tjetri, nuk ka rëndësi, ndoshta nuk e dini, ndoshta nuk ke për të ngritur telefonin për ta marrë në telefon dhe për t'i thënë që hey, më ra mendja për ty. Rëndësi ka që do të jeni në të njëjtën linjë. Rëndësi ka që mendimet do t'i keni për njëri tjetrin dhe mendimet do t'i ura lidhse që ju keni. Dhe kjo është e mrekullueshme. Dhe kjo është e mrekullueshme sepse të bën që ty nëpërmjet kësaj frekuence që ti ke, të tërheqësh në jetën tënde njerëz që mendojnë eksaktësisht si ty. Pra, nëse ti je një person që kërkon një mënyrë për të u shëruar ose një mënyrë që të të ndihmoj të dalësh nga depresioni, të dalësh nga frikrat e tua, nëse ti je një person që po kërkon një aventurë të re me jetën tënde, që të dalësh nga rutina, gjeje se kush do të jetë në atë frekuencë. Pikërisht njerëz të tjerë të cilët ose po kërkojnë të njëjtën gjë si ty, pra që janë duke kërkuar ndoshta një shok jete që mund të ndajnë edhe aventurat me ta, ose janë njerëz të cilët mundet të ofrojnë të aventurë dhe ti do biesh në kontakt me ta. Është totalisht val energjie. Energjia vetëm transformohet, kur nuk shkatërrohet. Ajo vetëm transformohet. Ky është baza e fizikës. Është ligji sipas Einsteinit, është baza e gjithë jetës. Energjia vetëm transformohet, kur ajo nuk shkatërrohet. Dhe pikërisht, ti je thjesht duke transformuar energjinë tënde nga një valë e caktuar në një valë të caktuar. Dhe si mund ta bësh këtë? Duke qenë pozitive, duke pasur bindje të plot, duke pasur besim që në çdo moment, në çdo hap që ti hedh, je duke u afruar me dëshirën tënde. Në çdo hap që ti hedh, je duke qënë më pranë arritjes së qëllimit, të plotësimit tënd, si plotësimi i qëllimit për të cilin shpirti yt ka ardhur në tokë. Por që të jemi vërtet të suksesshëm për sa i përket manifestimeve, është një mënyrë shumë e mirë, është ajo e të menaxhuarit kohës. Mëso se si ti të menaxhosh kohën tënde dhe je në gjysmë të rrugës. Sepse njerëzit i friksohen kohës. Pavarësisht se sipas Einsteinit koha është relative. Pra koha nuk ekziston në të vërtetë. Koha është bërë tetorarshi, janë bërë të gjitha gjëra vetëm që etikat morale të qytetarëve dhe të banorëve të tokës të jenë sa më të kufizuara. Pra, dua të them, nuk ka asnjë lloj gjëje të keqe nëse ti del në 2 të natës. Do dalësh të bësh një shëtitje në 2 të natës, dil dhe bëj një shëtitje në 2 të natës. Sa njerëz do ta bënin këtë? Shumë pak, ose vetëm ata që do dilin për të vjedhur. Por ideja është e tillë. Njerëzit vendosen pra këto etika morale, që ti mos dalësh në 2 të natës, sepse duket si e gabuar. Në fakt, kush e tha që është e gabuar? Askush nuk e tha. Askush nuk e tha që kjo është e gabuar. Thjesht u vendosën disa etika morale që njerëzit të ishin sa më të rifreskuar në mëngjes kur ju duhet të shkonin në punë. Dhe e gjithë jeta jonë, e gjithë pjesa e kohës është vendosur në bazë të shërbyerit
nga ana jon ndaj industrisë. Dhe e gjithë koha është e vendosur në bazë të tillë. Të filloj tani që të flas për mënyrën se si është vendosur koha, sa e drejtë apo sa e gabuar është kjo, është një ndër ato rabbit holes, do ta quaja, një si ato vrimat që bëjnë lepujt ku humbiste Liza në botën e çuditërave, është shumë temë gjërë në cilën nuk do doja të ndalesha dhe ideja është e tillë që në momentin që ti vendos ta menaxhosh kohën tënde, ti do mundesh që edhe manifestimet e tua të vinë tek ty shumë herë më shpejt nga sa ti e kishe menduar. Dhe do ta dyfishosh eficiencën e kohës tënde. Pra kohën tënde ti do ta bësh shumë herë më efektive për çdo gjë që ti bën në momentin që ti vendos që ti japësh forma saj sipas mënyrës tënde. Pra në radhë të parë duhet vendosësh një qëllim të caktuar. E kemi vendosur, pra nuk është rasti kur ne japim një vendim të formës së prerë dhe themi që unë do të jetoj në këtë rrugën dhe unë do të kem këtë punën, por unë dua atë djalin me sy blu. Dhe në momentin që ti zgjedh djalin me sy blu, ti vendos që si do ta ndjekësh manifestimin tënd. A do ulesh çdo ditë dhe do pyesësh universin dhe do i thuash çfarë bëre ti sot që unë të arri tek djali me sy blu, ose djali me sy blu në sakt të arri tek ne, sepse ne jemi në energjinë tonë tërheqëse, të mos e harrojmë asnjëherë këtë, sepse femrat janë gjithmonë në energjinë e tyre tërheqëse, ndërsa meshkujt janë ata që i ndjekin pas. Dhe çfarë bëre universi dashur sot ti që ky djali me sy blu të vi dhe se jo të më propozoj për martesë? Ideja është e tillë. Në momentin që ne kërkojmë diçka të tillë, pra që të na plotësohet kjo dëshira jona, që ai të vi tek ne, pra që ne të mundemi ta tërheqim në jetën tonë, ti duhet vendosësh qëllime të caktuara, sepse ne nuk do të rrim pa ndërhyrë, prandaj le t'ja japim luksin vetes që këtë ndërhyrje që do bëjmë, ta bëjmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Le ta ndihmojmë edhe ne universin, sepse ti e ndihmon ose nuk e ndihmon në vetëm dy mënyra. Pra, një, ti je shumë e qartë në qëllimin që ti ke vendosur, ose ti do të rish të ndryshosh qëllimin tënd çdo gjysmore, ose sa herë të del një djalë i ri tjetër me sy blu. Cila është gjëja që ti do bësh? Do qëndrosh, pra do vendosësh një qëllim të caktuar dhe do i qëndrosh asaj deri në fund, apo do ta vazhdosh ta ndryshosh qëllimin tënd sa herë të mundesh. Dhe asgjë nuk është mjaftueshëm më mirë në fund. Ideja është e tillë që nëse do vërtet që ti të vendosësh të qëllim, atëherë vendose tani, vendos qëllimin më të saktë të mundshëm. Përshkruaje në detaje personin që ti mendon. Pra kije parasysh totalisht. Zëres është aty. Një mënyrë shumë e mirë që të bëj të mundur që ti të mundesh ta nxjerrësh pak nga koka jote dhe ta hedhësh atë në një letër. Pra bëj plane të caktuara që t'jenë shumë të qarta. Çfarë do doje ti nga ky? Duke u nisur nga pyetjet që ti do bëje, si e mendon jetën tënde? Si ndihesh tani që je martuar me këtë personin që ti do? Si e sheh jetën tënde? Çfarë bën ti tani në jetën tënde që je me këtë personin që ti do? Cila është mënyra jote e jetesës? Ku i kalon pushimet? Ku punon? Sa fëmijë ke? Nuk e di, gjitha këto dëshirat e tua. Shprehi, shkruaj në një letër, bëje sa më të qartë gjën që ti dëshiron, mënyrën se si ti e sheh të piketuar jetën tënde me këtë person, në mënyrë që ti të mundesh ta kesh sa më të lehtë për të vizualizuar më pas, sepse çdo gjë që projektohet fillimisht në mendjen tonë është eksaktësisht ashtu e projektuar në jetën tonë reale. Prandaj është ideja e tillë. Në momentin që ti vendos këto qëllime të shkruara në letër, i ke të përcaktuara. Unë madje kam dhënë një teknik të re, e cila më duk vërtet shumë interesante, sepse dora e majt është e lidhur me anën e djathtë të trurit tonë. Dhe ana e djathtë është përgjegjëse për artin, për krijimin, për emocionet, dhe duke qenë se janë të lidhura së bashku, nëse ti shkruan afirmimet me dorën tënde të majt, ti mundesh që të zgjosh anën e djathtë të trurit tënd
dhe t'jesh shumë herë më kreative, t'jesh shumë herë më aktive në këtë pjesë të imagjinatës tënde. Madje kjo është e sugjeruar edhe në momentin kur ju lani dhëmbët. E di që kur lani dhëmbët jeni të gjithë duke mbajtur forcën në këtë anë, por thonë që në qoftë se ju e mbani forcën në dorën tuaj të majtë, e di fillimisht mund t'ju duket pak e vështirë, por gjë e çfarë? Në momentin që do ta keni pjesën tuaj si shumë herë më të lehtë dhe do t'jeni duke thënë me veten tuaj, edhe afirmimet do t'jetë me njëherë duke punuar ana juaj e djathtë e trurit, që do thotë është përgjegjësia për të gjitha emocionet dhe ndjesitë e mira dhe të gjitha gjërat e mrekullueshme që vinë më pas me një imagjinat që është on fire, që është zjarr, do thoshim neve. Pikërisht, bëjeni këtë. Nëse mundeni, sigurisht shkruajini me dorën e majtë. Nëse nuk mundeni, nuk ka asgjë, shkruajini edhe me dorën e djathtë, mjafton që ju të bëheni sa më kreativ, të zgjoni anën tuaj kreative në lidhje me jetën tuaj. Pastaj, ajo çfarë dua që të bëni është që të vendosni orare të caktuara në të cilat ju do t'i kushtoni vëmendje patjetër afirmimeve tuaja. Sepse, duke vendosur një kohë të caktuar të çdo jave, të çdo muaji, ju do të mundeni të çdo ditë absolutisht, do ishte vërtet e mrekullueshme nëse ju çdo ditë për të paktën një periudhë të caktuar do t'i jepni të kohën tuaj për të manifestuar, është mënyra se si ju krijoni besimin që vërtet ju e dëshironi këtë gjë. Sepse nëse ju nuk uleni ose nuk do të ose kjo ndoshta do t'ju ndihmonte edhe për të kuptuar që a e doni vërtet të gjën që po manifestoni, apo ishte thjesht diçka impulsive që ju bëri që të manifestonit një javë dhe pastaj e harrua se çfarë ndodhi. Ideja është e atill që në momentin që ti vendos një kohë të caktuar për një muaj, për 2 muaj, duke i dhënë kohën tuaj këtyre manifestimeve, atëherë ju do të keni mundësinë që të jeni edhe për vete, do t'ju duket si diçka krejt automatike. Truri juaj do filloj ta bëj këtë pjesë të subkonsciencës, do të jetë pjesë normale e jetës tuaj, që ju të shkruani afirmimet, që ju të falenderoni, sepse unë kam thënë afirmimet nuk janë diçka që ju shkruani unë dua dhe pas 6 muaj që ju keni manifestuar, ju jeni akoma duke pritur për gjëra që do ndodhin dikur në atë ku ju thoni unë dua, por nuk është ideja kjo. Në momentin që ju shkruani afirmimet, ju jeni mirënjohës dhe ju thoni faleminderit, në mënyrë që mbas 6 muajsh kur ju keni nisur ditën e parë duke thënë jam thellësisht mirënjohëse për këtë njerëz që është pjesë e jetës time. Jam thellësisht mirënjohëse që më ka rritur në mendësi, jam thellësisht mirënjohëse që unë sot ndihem më e rritur me një mënyrë për të konceptuar gjërat në jetën time, në një këndvështrim krejt tjetër, në një këndvështrim prej një personi që i di 2 gjëra në jetë, është i aftë, është e zonja, është e mrekullueshme. Nuk e di, do të filloni të krijoni vetbesimin tuaj. Ju do të mundeni dhe do thoni unë mundem, sepse unë jam çdo ditë në energji të mira, që prej ditës kur ne kam nisur këtë, që prej momentit kur ne kam takuar këtë person, unë ndihem në energji të mirë, unë kam vetbesim dhe një person me vetbesim e arrin shumë herë më lehtë gjërat që dëshiron. Dhe pikërisht këtë gjë ju do të bëni nga 6 muaj nga dita e parë kur ju keni shkruar afirmimet tuaja të para, ju nuk do të jeni më i njëjti person. Dhe e dini pse? Sepse dëshirat tuaja do t'i shihni çdo ditë duke u plotësuar përpara syve tuaj. Hapi 5 ose çelësi i 5 drejt suksesit është që ti të kesh përqendrim. Dua që të angazhoheni disa herë në javë ose disa herë në muaj, nëse nuk e keni kohën, në meditim. Merrni kohë për të qëndruar me veten tuaj, për të qartësuar, sepse javë pas jave, në mos muaj pas muaj, javë pas jave, ju do të doni që ta qartësoni akoma edhe më shumë gjëra që dëshironi. Pra, në fillim, ju mund të thoni thjesht, dua të djalin me sy blu sepse më pëlqen, sepse e di që do duket bukur në fotot e mia në Instagram. Ndërsa, mbas një muaj, ju do thoni, më pëlqen ai djali me sy blu sepse e di mënyrën se si sillet, e di mënyrën se si mendon, e di mënyrën se si i qaset jetës,
e di mënyrën se si bën qejf, e di mënyrën kur është serioz, e di mënyrën se si e percepton çdo gjë dhe më pëlqen sepse në të njëjtën mënyrë e perceptoj unë. Unë sot ndihem më e rritur që e kam këtë lloj ndjesie, unë ndihem shumë mirënjohëse që e kam këtë lloj ndjesie. Dhe do të mundeni vërtet që her pas here të shtoni nga një gjë të re sepse ju do të jeni duke u përmirësuar dhe ju do të mundeni që edhe vetë me veten tuaj të kërkoni gjithmonë e më të sakta gjërat që dëshironi për veten tuaj. Ndoshta diçka që mund të ketë qenë për një moment vetëm kapriço, do ta shihni që ditë pas dite mund t'ju duket, okay, kjo është vërtet kapriço, këtë më mirë s'po e shkruaj më, po shkruaj diçka tjetër që të jetë vërtet thelbësore për jetën, sepse unë dua gjëra thelbësore për jetën time. Dua gjëra që të jenë të mira në thelb dhe jo thjesht në sipërfaqe. Pra ju do të jeni në atë pikën kur thoni gjërat e mira në fillim dhe gjërat të cilat nuk janë dhe aq të mira, le të mos merremi fare. Sepse ty në fund të ditës të interesojnë thjesht gjërat e mira. Në radhë të 6, në këtë rast është çelësi i 6 drejt suksesit, është që ju do të kaloni zvarritjen e gjërave. Nuk dua që të zvarriteni, nuk dua që thoni nuk manifestova sot, do manifestoj nesër, ç'është kjo? Pse duhet të kushtoj unë kohën time, diçka që unë nuk e shoh me sytë e mi, pse unë duhet sepse po i zvarrite gjërat, detyrimisht do të shkosh në ankesa. Kur ti i fillon, edhe nëse nuk i ankohesh askujt tjetër, do t'i ankohesh vetes tënde, do t'i ankohesh dhe në momentin që ti ankohesh duke thënë nuk kam kohë, por nuk kam kohë të ulem dhe të manifestoj. Ajo çfarë ndodh në këtë moment? Kur ti supozoj se nuk ke kohë, ti do fillosh të kërkosh justifikime. Ti do t'i japësh vetes tënde justifikime. Do t'i japësh justifikime që s'ka gjë se edhe po nuk manifestova sot, njësoj është. Dhe ajo çfarë duhet vërtet të i kalosh me veten tënde është zvarritja e gjërave. Nëse ti nuk e ndalon zvarritjen e gjërave, nuk e për të arritur asgjë kundi. Ky është çelësi 6 i suksesit. Ndiqni për të 7. Në momentin që kemi të i kaluar zvarritjen e gjërave, sepse hajduti i kohës është hajduti i jetës, ju duhet të gjeni balancën. Ky është çelësi 7. Të gjesh balancën. Nuk dua që vërtet të stërmbyteni në punë dhe të mund të mos shijoni asnjë gjë nga jeta, sepse nuk është kjo ideja. Nuk dua që të jetoni në fluskën tuaj të betonit dhe të mos keni asnjë moment kohë për të rënë në kontakt me natyrën. Nëse keni mundësi, shkoni bëjeni atë shëtitje në natyrë. Nëse keni mundësi, shkoni bëjeni atë shëtitje në park. Lidhuni me natyrën është mënyra më e mrekullueshme se si ju mundet vërtet i afroni manifestimet tuaja, duke u lidhur me natyrën, duke qenë njësh me natyrën. Nëse keni mundësi të e shihni diçka po e teproni, diçka nuk është mjaftueshëm, përpiquni të vini balancë mes tyre. Një balancë në jetën tuaj. Kontrolloni sekuencat e ngjarjeve në jetën tuaj, kontrolloni mënyrën se si ju jetoni, kontrolloni gjërat se si ju vinë në jetën tuaj, kontrolloni momentet kur jeni shumë të lodhur dhe momentet kur jeni më pak të lodhur. Përpiquni që në ditët tuaja të pushimit t'ja jepni vetes pushim, sepse jam e sigurt që e keni merituar. Jemi në një kohë që çdo gjë duket sikur fluturon me shpejtësi të jashtëzakonshme dhe kjo me gjithë të drejtën e Zotit mund të shkaktoj lodhje. Dhe pikërisht momentin që kemi lodhje të tillë, sepse nivelet e stresit janë gjithmonë në rritje në gjithë shoqërinë, jo vetëm tek ju. Dhe shtoj edhe këtë momentin kur na ndikojnë edhe hëna e plot, hëna e re, hëna quarter në çerek, ose domethënë janë këto energji që vinë dhe shkojnë në univers, tërheqja e forcës gravitacionale dhe çdo gjë tjetër që ndoshta mund mos jemi ekspert, askush nuk është ekspert në fund të ditës, por pikërisht gjëra të cilat na ndikojnë dhe ndonjëherë vërtet edhe nuk i kuptojmë, edhe rëndësi shumë nuk ju kushtojmë, sepse mund të kemi duke u marrë me 100 gjëra dhe as nuk na shkon në përmend fare se si mund të jetë hëna e plot ose hëna e re. Kur ti ke
fjala vjen probleme me shëndetin ose diçka tjetër, dhe janë gjëra të cilat ato ndikojnë tek ne përmes tërheqjes gravitacionale, përmes mënyrave se si na bëjnë të ndihemi më të lodhur ose më energjik, dhe pikërisht në këtë moment kur ti e sheh që ke disa ditë të tilla, përpiqu që në momentin kur trupi ju të kërkon pushim, ti japësh pushim. Sepse trupi e kupton shumë herë më mirë çdo gjë që ndodh në natyrë, më mirë se sa truri jon apo e gjithë industria që mund të kërkoj ty të jesh 3 orë më shumë nga turni jot në punë. Ne e dim shumë mirë se si na kërkon industria, por duhet përpiqesh të balancosh punën me jetën, mënyrën se si jep me mënyrën se sa merr. Dhe çdo gjë tjetër në jetë. Përpiquni të krijoni balans. Dhe në momentin që do keni balancën, ju do të mundet të jeni eksaktësisht kush dëshironi të jeni. Do të arrini të merrni të gjitha gjërat që dëshironi në jetë.